Alo. Alo. Kur e mbyll atë sezonin tjore? Po, ja tani në fund qershori, pse? Ore, lëre mikrofonin dhe ajtë kap tabakan këte nga unë, ore. 1 minutë më zotri, se vlonjat që më duket po flet, po s'po merrem i vesh. Ç'është kjo? Guxo jam, ore, që kam biznes në Vlorë. Më ka iku kamarjeri dhe ai qadrave, ore. Hajde një të 2.000 zëvënsoni se mi kontrolli, Oh. Po sa është rroga? 1.000 euro. Po e kam 1 me 1 euro, nuk që merr 1 milion lekë në dorë. Orari? 8. 8 orë, 1.000 euro. S'qe nga keq? Jo 8 orë, ore. 8, do më thënë 8 me 8, më kupton? Guxo, po kështu i bi 12 orë tani. Ore, ti do vish të punosh apo do bësh si inspektori i stati, ore, se po numëron shumë më duket. Mirë. Fillove direkt me të futme tani ti. O normal, ore, si që ma futën mua ata që ikën, më kupton apo ja. Kush ikën? Kamarier. Kush i reni sa shkrejt. Po pse ikën? Më thanë këtu që s'kan të ardhme. Po pse, qatë të duke më këtu i thashon. Nostradamus i që shot të ardhen, e tëre ka të bakan ati shkoj pje lituanezit e më dërman mua që je. Dhe a i shkoj direkt, suzi me ty besoj. Ore, shkoj edhe u zua i, ore, po jo me mua, me lituanezin, ore, vë kuptëra po ja. Ja pas ka nxjerr nervin ati. Po s'kishte faj, ore, se i tha më sill pijen on the beach. Ky mendoj se ai e shau edhe direkt grusht, direkt piston nga koka ai. Lituanezin në tokore, mu desh t'ja fusha dhe una i shpucit vinte në vetëm, kupton apo jo? Guxo, po qa bëni mor burr, kështu se po largoni turistat. Ç'është kjo? Marketing i keq. E rregulloj unë tani, e janë i të guximi, diell, det, njerëz të ngrohtë, no edhe më të ngrohtë se duhet, pistona ballit për të gjithë ata që kanë probleme, më kupton apo jo? 1 minutë. Ti zotri, qa nën kupton ti me më të ngrohtë se ç'duhet? Po ja, shërbimi është me pasion, ne kemi ai që të re të do, kjo është motoa e plazhit ton, më kupton? Guxo, po na prish imazhin kështu mor. Po jo, për kundra zjore, këtu nuk je klient, je familje, më kupton apo jo? Po mi përpa edhe në familje tani, ka i ka jo ko, nuk ka më shpulla. Po ti qa bë si ku je rritu në Norvegjore, si ka shku që je plagu faqe ty, Norvegjez i vogël. Mirë, nuk përlotësoj me mos u merr me mua tani, sa pak hallë ke. Ore, kur të gjon familja të edukon, atë që se gjen do të asnjë vend e gjen këtu, ke histori që tregon, më kupton? Tani, 1 minutë, se kam edhe një pyetje të fundit. Fabricio. Nëse vim ne të punojmë aty, sigurim shëndetësor, ka? Po sigurisht që ka, ore, pse qa e mund të zesh punojnë. Qa mbulon ky sigurimi shëndetësor, përveç ati 15%? Po mbulon nëse të godet turisti, unë të çoj në vete në urgjencë, po kupton apo jo? Çfarë të bëj më tepër unë valla? Po të çoj të gjuash mbrapsht. Guxo mbylle se po na vjen ndonjë gjë nga mikrofoni. Me gjithë të nerva shike. Kujdes se mos të vjen nga lart, më kupton apo jo? Të vjen nga lart dhe shkargull tokë, hajde që merr tabakan tim, hajde me të mira, ciao. Silluni mirë me turistët, ju lutemi shumë. Hajde me të mira. DJ Vini, kemi nevojë për muzikë se me gjithë këto debatet e me gjithë këto shere nuk janë mirë punët.